Qendra për kërkime e simulime dhe trajnime të avancuara të Kosovës në Universitetin e Prishtinës do të ketë 3 çështje që duhet me i realizu. Zhvillimin e programit gjithëpërfshirës të trajnimeve, përmirësimin e aftësive studimore, kërkimore dhe shkencore, si dhe integrimin e teknologjisë së përparuara, për shembull, sikur se është inteligjenca artificiale që gjithë bota, jam shumë i sigurt se gjithë ju tani po jeni duke përdorur, dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së kësaj qendre. Qendra për kërkime, simulime dhe trajnime të avancuara do të ketë 7 departamente. Kjo është një e arritur në besoj hapi i parë drejt një të ardhmet të ndritur. Një nismë që ne shpresojmë shumë të shndrohet një traditë të shkëlqyer të mbledhjeve tona të përbashkëta në Tiranë, Prishtinë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, kudo ku shqiptarët punojnë, ju shërbejnë qytetarëve të tyre për të përmirësuar shëndetin në të gjitha aspektet e tij. Është ndjerë dhe privilegj që mirëpresim kongresin e parë klinik të kirurgëve shqiptarë dhe në festimin e kongresit 5 klinik të kirurgëve të Kosovës. Kjo që apo përjetojmë sot ishte një nga ëndrat e mia të mëdha dhe më të mira që kom pas, po e besoj se edhe secilit kirurg në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, e gjithandej në përbot. Këtë vit filluam në Prishtinë, vitin e ardhshëm do të jemi në Tiranën e bukur, ndërsa në vitin pasues do të jemi në Shkupin e bukur shqiptar. Në këtë kongres do ta mbajmë me rotacion të vazhdueshëm për vite me radhë. Gjatë 7 viteve të kaluara ne kemi punuar me zell për të rritur standardet e kirurgjisë në Kosovë dhe në rajon. Qendra për kërkime e simulime dhe trajnime të avancuara të Kosovës në Universitetin e Prishtinës do të ketë 3 çështje që duhet me i realizu. Zhvillimin e programit gjithëpërfshirës të trajnimeve, përmirësimin e aftësive studimore, kërkimore dhe shkencore, si dhe integrimin e teknologjisë së përparuara, për shembull, sikur se është inteligjenca artificiale që gjithë bota, jam shumë i sigurt se gjithë ju tani po jeni duke përdorur, dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së kësaj qendre. Qendra për kërkime, simulime dhe trajnime të avancuara do të ketë 7 departamente. Kjo është një e arritur në besoj hapi i parë drejt një të ardhmet të ndritur. Kohën më të shkurt mundshme kemi arritën në këtë rast me themelu qendrën brenda Universitetit të Prishtinës, me arritën një memorandum bashkëpunimi mes Universitetit të Prishtinës edhe Kolegjit Kirurgëve të Kosovës, si dhe me arritën një memorandum tripalsh bashkëpunimi mes Universitetit të Prishtinës, Universitetit Mjekësor të Gracit, ku kalu vitet më të bukura të jetës time si student, si dhe Kolegjit Kirurgëve të Kosovës. Sonte këtu i kemi bu ma shumë se son një hap, edhe besoj që mbetet ditë në vijem, javë, muaj dhe vite, që vërtet që të dëshmojmë vit për vit progresin që është arrit edhe në këtë fushë. Ne nuk harrojmë kontributin e madh që e bojnë punëtorët e shëndetësisë gjithanej në përbërë. Ne ballafaqohemi shpeshherë edhe me sfida ku të papritura, siç është rasti i pandemisë. Një nismë që ne shpresojmë shumë të shndrohet një traditë të shkëlqyer të mbledhjeve tona të përbashkëta në Tiranë, Prishtinë, por edhe në Maqedoninë e Veriut, kudo ku shqiptarët punojnë, ju shërbejnë qytetarëve të tyre për të përmirësuar shëndetin në të gjitha aspektet e tij. Qendra e re e stimulimit dhe kërkimit shkencor të Prishtinës, me përpjekjen tonë të përbashkët, ajo do ta shndronte Prishtinën në një qendër të fuqishme të edukimit në rajon dhe me gjërë. Ky kongres është një fryt i punës përbashkët që bashkon komunitetin tonë kirurgjikal brenda dhe jashtë vendit.
duke unifikuar specialistë nga gjithë disiplinat dhe duke reafirmuar misionin ton përbashkët, ngritjen e standardeve të kujdesit kirurgjikal, edukimit dhe kërkimit shëndetësor në vendin tonë.